Të dashur shqiptar, kam gjetur fal Nerit Ancekës një vend që quhet Pelazgiotis në Thesali. Neritani thoshte që këto shkrime epiriote dhe pelazge në Dodon janë ilire, nuk janë greke, por ai ka shkruar në dizertacion që janë greke, i nxitur nga arkeologë të tjerë minoritar. Ndërkohë që Akademia Franceze thotë që këto janë pelazge, po nga nxori këtë ide Akademia Franceze? Sepse janë gjetur pllaka në mbishkrime, në monumente, në varre, ku shkruhet Pelazgiotis, do të thot pelazgët, në gjuhën pelazge, në Thesali dhe në Arkadia. Aty janë gjetur pelazgët. Dhe tani është gjetur kuptimi Thaulia, kjo fjalë, Zeusi Thaulia, një mbishkrim. Pranë saj Pelazgiotis, do të thënë koinon i pelazgëve. Askush nuk e di ç'do të thotë fjala pelazg. Kjo është gjetur për herë të parë në veprat e Homerit, në Azinë e Vogël. Jo në Greqi dhe jo në Shqipëri. Fjala pelazg. Në Azinë e Vogël janë bërë poemat Iliada dhe pastaj Odisea, përse? Sepse atje flitet dialekti jonik. Në këtë dialekt është shkruar Iliada dhe Odisea. Iliada dhe Odisea nuk kuptohen nga grekët, por kthehen në greqisht nga një arvanitas në vitet 1900. Grekët ngrihen në protesta sepse thonë si ka mundësi që ne s'kuptojmë Iliadën. Madje plagosen disa veta, humbin jetë edhe 5 njerëz. U tërbuan grekët sepse nuk e kuptonin që nuk ka patur gjuhë greke, ka patur vetëm dialekte. Janë zbuluar 25 dialekte të lashta helene. Nuk ka patur gjuhë greke, ka patur gjuhë të qytet-shteteve helene, dhe ato dalloheshin kaq shumë nga njëra tjetra, saqë një qytet-shtet në Azinë e Vogël nuk kuptonte një qytet-shtet në Europë, në Helladë, ose në Epirë. Pra, poemat e Homerit janë shkruar në një dialekt jonik të Azisë së Vogël. Fjala pelazgoi përkon me fisin jo indo-europian, Moskoi, nga vjen emri i Moskës. Po ashtu këto quheshin mushka, një fis jo indo-europian, të përmendur nga perandoria akadiane, perandori semite. Po ashtu ishte fisi Abazkoi, një lloj si Pelazgoi. Ishte Abazgia, një lloj si Pelazgia. Këta janë emra për popull jo indo-europian në Kaukaz. Ju betohen, këtë zbulim kam bërë dhe do ja tregoj gjithë botës. Pra, grekët mendonin që këta ishin popull të Kaukazit, pelazgët. Këta pelazg janë gjetur pikërisht në Thesali. Janë popull gjoja para grek. Dhe janë gjetur pra pllaka ku janë shkruar fjalë të ndryshme pelazge. Një nga këto fjalë është Zeus Thaulia. Është emër abstrakt. Çdo thot Zeus Thaulia, ne nuk e dim. Mirë, po është gjetur një fjalë tjetër helene, pelazge, që grekët se kuptonin dot, Thoos, që do thot çakall. Pastaj është gjetur Daunoi dhe shpjegohet. Daunos do thot ujk në gjuhën prygiane. Pra janë disa gjuhë të lashta, gjuha e Prygias, gjuha e Dakias në Rumani, me qira fjala Epiri që është e Prygia ose bregu në Shqip. Dhe në këto gjuhë, pra pelazge, prygase, dakiane, është dhe fjala Daulia, vendi ku festohej Zeusi ujk. Ishte një festival. Ky ishte një festival ku Zeusi vishej si ujk. Këtë e dim nga autorët e lashtë helen. Pra, nuk dihet çfarë do të thotë Thaulia. Mendohet që ka kuptimin mbytës i qenit. Thoos i thon çakallit. Pra, përfundimisht, kjo mund të lidhet edhe me fjalën taulanti. Sipas inteligjencës kompjuterike, taulas është një lloj si daulas. Pra, është aspiruar Thaulia në gjuhën pelazge, në gjuhën e ilirëve është taulas, vajza e ilirit ose ulkonja.
Ndërkohë në gjuhën latine kemi dën që kthehet në f. Pra, në gjuhën latine kjo është faunus. Mirë po, faunus nuk ishte ujk në gjuhën latine. Faunus ishte një perëndi e natyrës. Por d-ja nistore kthehet në f në gjuhën latine. D-ja e ilirishtes. Pra daulia është me bashkëtingëllore të zëshme, thaulia me bashkëtingëllore të pazëshme të aspiruar, taulas me bashkëtingëllore jo të zëshme dhe të pa aspiruar. Të gjitha këto janë gjuhë të lashta. Gjuha e taulantëve, gjuha e pellazgëve në Pelazgiotis, dhe ne nuk e dim akoma ç'do të thotë thaulia. Vetëm mendojmë që duhet të jetë me kuptimin Zeusi i ujk, sepse ashtu është vizatuar Zeusi si ujk, i veshur me një lëkurë ujku. Kjo për arsyen se në dimër dielli do psohet dhe Zeusi në gjuhën helene do thotë dielli. Në gjuhën hitite kjo ishte Tiavat, ishte fjalë tabu. Është në gjuhën hitite vetëm me fjalën dingir që do thotë Zot dhe pastaj me simbolin e syrit që do thotë diell. Ne nuk e dim madje se si e kanë shqiptuar këtë fjalë hititët. Pra kemi të bëjmë me gjuhë shumë të lashta, të shkruara me fjalë shkronja sumere, një gjuhë jo indo-europiane, që nuk lidhet me shqipen. Dhe vetë fjala pellazg është e lidhur me banor të vendit ku dikur quhej Albania në Kaukaz. Ju betohem. Pra pellazgët cilësohen si jo indo-europian nga grekët. Mirë po gjuha e tyre shumë e ngjashme me helenishten. Dhe unë kam gjetur këtë mbishkrim. Aty shkruhet Pelazgiotis, Pelazgjia dhe Zeus Thaulia, Zeusi ujk ose Zeusi çakall. Tani shikoni vetë sepse kjo është kaq e lemeritshme. Tani këto janë fjalë kaq të lashta sa që grekët vetë nuk i kuptojnë, por kjo fjalë është gjetur në gjuhën e Avestanit, dvaiti ka kuptimin shtypim. Është gjetur në gjuhën e Prygasve, daos i thon ujkut. Është gjetur me kuptimin daoi ujqërit. Dakia si ujk. Pra, dakios është në gjuhën helene. Është gjetur me kuptimin daunus, ishte ai hero mitologjik i veshur si ujku. Pastaj është gjetur nga unë Zeus Thaulios, që do thot Zeusi që mbyt qenin, ose Zeusi çakall, pra nuk ka kuptimin e ujkut të mirëfillt. Gjithsesi mendohet që kjo është me kuptimin ujk, pra askush nuk e di se çfarë do thot. Unë kam gjetur në gjuhën trake shprehjen daunion teikos, fjalë për fjalë do thot kështjella dauniane. Pra kjo fjalë është në gjuhën trake gjithashtu. Në gjuhën latine është faunus, perëndia e kafshëve. Në gjuhën helene, thaunon i thon kafshës, sipas Hezikiusit të Aleksandris, por grekët nuk e dinin. Dhe grekët nuk e dinë akoma dhe sot të kësaj dite çfarë do të thotë thaunon, kafsha. Tani, emri Taulantioi vjen nga Taulantios, që vjen nga rasa gjinore e fjalës taulas, dhe vetëm gjuha greke krijon emra nga rasa gjinore, asnjë gjuhë tjetër indo-europiane. Pra fjala Taulantioi në shumës është marrë nga rasa gjinore dhe është kthyer në emërore në helenisht. Edhe fjala thaulas është helene, përse? Është krijuar sipas ligjeve fonetike të helenishtes. Pra, ne nuk e dim ç'do të thotë kjo fjalë, por është gjetur një mbishkrim tjetër, e thaulos ares Makedonios, do të thotë perëndia ujk e luftës tek maqedonët. Pra ka disa gjuhë të lashta, fjalët e të cilave nuk kanë kuptim në greqisht, megjithatë, ndërtimi i këtyre fjalëve është sipas ligjeve fonetike dhe morfologjike të helenishtes. Pra këto janë dialektet e lashta helene dhe indo-europiane në të njëjtën kohë. Ky dokument që po shikoni me sytë tuaj është pikërisht një dokument i gjetur në Pelazgiotis dhe aty thuhet Zeus Thaulios. Ndoshta Zeus si çakall, po ne nuk e dimë 100%. Pra kjo është gjuha pelazge që nuk ka kuptim në greqisht. Atëherë në qoftë se nuk ka kuptim në greqisht, si mund të ketë kuptim në shqip?
Dhe tani në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandris është shpjeguar që fjala Thaulia ose Zeusi Çakall, që ne mendojmë se ka këtë kuptim, ai e shpjegon komplet ndryshe. Dhe ai shpjegon që kjo është një festë e mesapëve në Italinë e Jugut. Kjo është gjë më e tmerrshme që kam zbuluar deri tani. Pra këta janë pellazgët, mesapët të dashur shqiptarë. Kjo është gjuha e tyre e saktë. Hezikiusi i Aleksandris e ka shpjeguar në helenisht në shekullin e 6 të erës sonë se çfarë kuptimi kishte tek ilirët në Italinë e Jugut fjala thaulizo. Dhe Hezikiusi i Aleksandris thotë që fjala thaulizo ka kuptimin bërtas me zhurmë të madhe. Nuk thotë që ka kuptimin ujk, as pak. Ai thotë që ka kuptimin e një festivali të organizuar tek Tarentinët në Italinë e Jugut dhe për herë të parë ky festival është prezantuar nga Cteatus. Thaulizo do thotë të flasësh dhe të ulurish me zë të lartë. Çuditërisht, fjala thaulizo ngjan shumë me foljen me thanë në gjuhën shqipe, por ky është mendimi i shqiptarëve. Dhe tani, fjala thaulonidai ka kuptimin djemtë e Thaulas, do më thënë e Zeusit Thaulas, por përsëri nuk shpjegohet këtu që është Zeusi ujk, asnjëherë. Pra, edhe në këtë moment që po bëjmë këtë film, akoma nuk dihet me saktësi çfarë do të thotë fjala Thaulas. Është fjalë pellazge, mund të jetë fjalë jo indo-europiane. Tani të gjithë ndjekësit e mi në rrjetet sociale thonë që kjo lidhet me fjalën shqipe me thanë, sepse kështu shpjegohet nga Hezikiusi i Aleksandris. Por ai thoshte që ky festival bëhet për shkak se njerëzit deheshin, ishin të intoksikuar dhe gërthisnin me të madhe. Nuk e dim ç'do thot fjala thaulas. Mendohet që është fjala çakall, por është gjetur në një zonë në Thesali që quhet Pellazgiotis, fjalë për fjalë pellazgët. Fjala thaulas, thaulia, lakohet sipas ligjeve fonetike të helenishtes. Nuk e dim ç'do thot. Por kjo nuk tregon që nuk është greke si fjalë. Përdoret nga helenët, përdoret nga mesapët, përdoret nga ilirët, por nuk di se çfarë është. Që të jemi të bindur për këtë. Tani unë kam bërë pa dashje një zbulim tjetër të madh. Kam zbuluar në Beograd një mbishkrim ilir me shkronja latine Idauni Apolloni. Po kjo është çmenduri, kjo që kam gjetur, do ta gjeni në një film tjetër. Pra, ky është Apollo ujk, me siguri e dim të sigurt. Madje janë gjetur vazo etruske me mbishkrimin Daunoi dhe janë përbindsha, janë dragonj, jo ujq. Pra, këto janë kafshë mitologjike, nuk janë ujk ose çakall. Nuk mund të shpjegohen me fjalë as në shqip as në helenisht. Janë përbindsha. Fjalë për fjalë, dragonj. Tani të gjitha këto zbulime madhështore janë bërë për shkak të Neritan Cekës. Pra këtë mbishkrim që kam gjetur në Beograd, Idauni Apollini, ka kuptimin Apollo ujk, e dim këtë me siguri. Dhe Zeus Thaulia është gjithashtu Zeusi çakall, sepse përdoret nga njëjta popullsi iliro-trake. Këto janë pikërisht dialekte shumë të lashta iliro-helene. Nuk janë greke siç e shikoni, absolutisht fare. Madje kjo është rasa dhanore në latinisht. Edhe fjala Dauni edhe Apolloni. Në fakt, rasa gjinore dhe dhanore janë shkrirë në gjuhën ilire dhe shqipe. Dhe këtë dim nga fjala ulku që e kam gjetur në një mbishkrim të gjetur në Thraki. Pra kjo është diçka madhështore, vetëm në gjuhën shqipe shkrihet dhanoria dhe gjinoria. Dhe ky mbishkrim është në dhanore, kujt i kushtohet Daunit, Apollonit. Të dashur shqiptar, tani e kuptuat se pse arkeologët francezë i quajnë këto zbulime pellazgjike. Janë gjetur këto mbishkrime në një vend të Thesalisë dhe Arkadias që quhet Pellazgiotis, fjalë për fjalë pellazgët, një lloj si Epiriotis, nga Epeiros.
Mënyra e krijimit të fjalës Pelazgiotis është një lloj si Epiriotis. Është fjalë helene. Pra Pelazgët kanë folur një dialekt helen, nëse e kanë quajtur veten e tyre Pelazgiotis, dhe ashtu e kanë quajtur. Tani këto mbishkrime nuk dihet se çfarë kuptimi kanë. Quhen Pelazge, domethënë jo greke, por nuk janë shqiptare, nuk shpjegohen me fjalët e shqipes. Unë kam gjetur në Beograd mbishkrime të ngjashme ku thuhet i dauni Apolloni, domethënë në rasën dhanore, kushtuar daunit Apollonit ujk. Është një lloj si Zeus Thaulia ose Zeusi Çakall. Edhe në Daki emri Dakis vjen nga Dakia, Daoi në gjuhën e Homerit, ujqërit. Këto ishin njerëz që besonin që Apollo ujk, Zeusi ujk, bëheshte ujk kur banonte me Hyperboreans gjatë dimrit, kur dielli do psohet. Kështu e kemi kuptuar ne këtë. Është dhe Ulkinion, është qyteti i ujkut në ilirisht. Por ky është emër helen, edhe Ulkinion gjithashtu është fjalë përkthelse në helenisht. E kuptuat apo jo? Kudo fliteshin dialekte helene, por jo greke. Grekët nuk e dinë ç'do të thotë fjala ulk, është vetëm në shqip. Grekët nuk e dinë ç'a do të thotë Thaulia, çakall, në gjuhën Pelazge. Dhe grekët nuk e dinë ç'a do të thotë dauni, që është fjalë e dakëve, e thrakëve dhe e ilirëve në Beograd. E kuptuat apo jo? Ishin dialekte të lashta, indo-europiane. Por nuk janë fjalë helene. Unë them ti quajmë fjalë ilire. Ose shqipe, nuk janë greke, kuptoni apo jo? Edhe sot të kësaj dite, grekët nuk e dinë ç'a do të thonë këto fjalë. Pra duke u krahasuar këto mbishkrimet të gjetura në Beograd, të gjetura në Pelazgiotis, të gjetura në Ulkinion, po t'i vësh bashk, e kupton që bëhet fjalë për Apollo ujk, që ishte perëndia e diellit, ose Zeusi ujk, që është gjithashtu perëndia e diellit. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Këto filma e bëjnë Shqipërinë madhështore. Dhe jo Latifi, i cili është një, për mendimin tim, një gangster me xhaketë. Ta them me sinqeritet plot, i dashur shqiptaris Drilonis. Po votove ti për Sali Berishën, që shkatroi ushtrinë shqiptare dhe e çau Shqipërinë përgjysmë veri-jug në një luftë civile, çfarë Pelazgu e ti more? Shqiptaris Drilonis. Mirupafshim për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Pelazgu, shqiptaris.